sa i përket qeverisë, nuk do të ketë kurfar problemi për formimin e shpejtë të qeverisë. Aktualisht vonesat janë derisa të bëhet numri plot i votave dhe certifikimi i rezultatit, thekson Kurti. Duke folur për kabinetin qeveritar, Kurti thotë se nuk pritet ndryshime të mëdha, por se nënvizon se do të ketë konsultime të reja brenda lëvizjes vetëvendosje dhe me partnerët e koalicionit. Cili do të jetë kabineti qeverisës, tregon Kurti. Unë nuk mund të them që do të ketë ndryshime të mëdha, nuk do të ketë ndryshime të mëdha, por nuk mund të them as që do të jetë identik. E para, duhet të presim rezultatin e zgjedhjeve dhe tash ju e keni parasysh që qytetarët bëjnë dy lloj zgjedhjesh. Së pari zgjedhin subjektin politik, më pastaj zgjedhin kandidatët për brenda subjektit politik dhe aty ka ndryshime. Kemi deputet që janë zgjedhur për herë të parë, kemi deputet që janë konfirmuar edhe me shumicë, kemi të tillë që kanë ngecur ca. Duhet i kemi të gjitha në konsiderat para se të marrim vendimin përfundimtar dhe ne jemi ekip i gjerë, pra nuk është çështje vetëm renditja në hierarki, qoftë ajo brenda lëvizjes vetëvendosje apo jashtë saj në popull. Sa vota ka marrë kush, për kush, ku, për çka, kur janë po ashtu shumë të rëndësishme. Domethënë, ne duhet të shohim veten tonë individualisht në funksion të ekipit që e ndërtojmë e që është bashkëdyzimi i mazhorancës në kuvend me kabinetin qeveritar, thot Kurti. Ai flet edhe për bashkëpunimin me partitë e tjera jo serbe, respektivisht për mundësinë e një partneriteti me deputeten nga komuniteti bosnjak Duda Balje dhe deputetin nga komuniteti egjiptian Veton Berisha, me të cilët vitin e kaluar nuk arriti t'i binte për të votuar kryeparlamentarin. Kurti për Duda Baljen dhe Veton Berishën besoi që e kanë lexuar qartë rezultatin zgjedhor. Unë i kam takuar ata në të kaluarën dhe ata besoj që e kanë lexuar drejt rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Ne jemi të interesuar që pikë së pari të bashkëpunojmë me këta që kemi bashkëpunuar, pra me partitë politike të komuniteteve jo shumicë, jo serbe, të cilët ishin në legjislaturën e 8 dhe të 9 dhe natyrisht do të ketë e përfshirë edhe subjektet e Nenad Rashiq. Pra kjo do të jetë së pari e mandej për të tjerë të shohim, por besoj që viti 2025 na e ka vështirësuar mundësinë e bashkëpunimit me ta. Nuk po them që është e pamundur, por ne hapin e parë do ta kemi me këta të cilët kemi bashkëqeverisur, e njohim mirë njëri tjetrin dhe nuk e befasojmë njëri tjetrin me qëndrime e deklarime publike, thot kryeministri në detyrë Albin Kurti. Në intervistën për Kosova Press, Kurti flet edhe për rritjen ekonomike, të cilën e ka përmendur edhe gjatë fushatës, raportet me SBA-n, arrestimin e presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro për çështje të sigurisë e të tjera. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka treguar faktorët që ndikuan që lëvizja vetëvendosje t'i marrë mbi 50% të votave në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Kurti, i cili është kryetari i lëvizjes vetëvendosje, në një intervistë ekskluzive për Kosova Press, thotë se qytetarët e kanë parë qartë se kush ishte përgjegjës për krizën politike të vitit të kaluar. Sipas tij, kulmi i bllokadës dhe refuzimi të partive të ish opozitës ishte refuzimi për pjesëmarrje në seancën ku duhet të miratohej buxheti dhe marrëveshjet ndërkombëtare. Lëvizja vetëvendosje, sipas rezultateve preliminare të KQZ-s, ka 50.24% të votave në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Megjithatë, Kurti shton se faktorët të tjerë për këtë votë të madhe në zgjedhje janë zotimet në fushat. Kurti tregon cilët faktorë ndikuan që lëvizja vetëvendosje të ketë sërish mbi 50% në zgjedhje. Kulmin ja vendosi refuzimi për pjesëmarrje në seancën ku do të duhej të miratohej buxheti i 2026-s, pastaj 3 marrëveshjet me Bankën Botërore dhe gjithashtu plani i rritjes së Bashkimit Evropian, që gjithsesi këto të fundit bënin mbi 1 miliard euro. Unë besoj që qytetarët e Republikës e panë të qartë përtej zhurmës që zhvillohej se kush mban përgjegjësi për gjendjen në të cilën ndodhemi, dhe prandaj na u dha një mandat edhe më i fuqishëm se sa më herët. Besoj që ky ka qenë një faktor shumë i rëndësishëm për këtë fitore me votë të madhe, për këtë rritje të re që patëm, por unë nuk e kisha neglizhuar edhe një faktor tjetër, e këto janë zotimet tona, të cilat unë besoj që e kemi plasur edhe me sukses shumë, por edhe ka pasur disa të tilla të reja, të cilat i kanë entuziazmuar më shumë qytetarët për pjesëmarrje në zgjedhje. Pra unë nuk besoj që lëvizja vetëvendosje ka konvertuar votues ose antarë të partive të tjera. Ne kemi arritur që të bëjmë një mobilizim gjithë popullor, prandaj po them,
Kjo fitore e 28 dhjetorit është e popullit dhe Republikës, thekson ai. Duke shprehur sigurinë për formimin e shpejtë të institucioneve, Kurti tha se mandati I ri ju jep shumë shpresë për rrugën përpara për shkak të mbështetjes së madhe popullore. Ai fitore në zgjedhjen e 28 të dhjetorit e quajti historike. Kurti do të jetë një mandat I cili na jep shumë shpresë për rrugën përpara për shkak të mbështetjes popullore. Besoj që janë të dyja, edhe më shumë besim, por edhe më shumë përgjegjësi. Ne konsiderojmë që realisht zgjedhjet I kemi fituar me datën 9 shkurt, atëherë kur u mbajtën zgjedhjet e rregullta parlamentare, si lëvizje vetëvendosje bashkë me partnerët tanë. Mirë po kësaj radhe, edhe kishim më shumë partnerë, por fitoria është realisht e popullit dhe Republikës. Pra, mbi 50%, një lloj plebishiti, një fitore referendare, madje historike, e cila edhe për nga përmasat absolute, edhe për nga përqindja relative, po e kalon edhe atë të 14 shkurtit të vitit 2021. Andaj do të jetë një mandat I cili na jep shumë shpresë për rrugën përpara për shkak të mbështetjes popullore, por ne e kemi të qartë se sa më shumë mundësi që ke, aq më shumë përgjegjësi ke, dhe këto mundësi të mëdha padyshim që do duhet të jenë përgjegjësitë tona karshi zotimeve që I kemi pasur edhe para një viti, edhe në këtë fushatën e fundit, por duhet të përmendim edhe atë që do të na shfaqet shumë sfida të cilat mund të parashikojmë sot e për të cilat duhet të jemi në nivel të detyrës, shtoi Kurti. Në bazë të rezultateve preliminare, lëvizja vetëvendosje ka marrë mbi 80% të votave nga diaspora. Ai për Kosova Press tregon se pse është politikani më I votuar nga diaspora. Sipas tij, Mërgata, një lloj plotësimi për mallin për atë e gjen te qëndrimet e lëvizjes vetëvendosje, e cila sipas tij është karakterizuar nga siguria shtetërore dhe publike në njërin anë dhe te begatia e mirëqenia e të gjithë qytetarëve në anën tjetër. Pse është politikani më I votuar nga diaspora, flet Kurti. Besoj që nuk ka shumë dallime në diasporë dhe në Kosovë. Mbështetja për vetëvendosje nuk është thjesht mbështetje vetëm e Mërgatës sonë, është mbështetje brenda e jashtë për shkak se bëhet fjalë për familje të ndara, vëllezërit dhe motrat tona që ndodhen në Europën Perëndimore, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe anë mban botës, nuk janë të ndarë nga familja shpirtërisht, nuk janë të ndarë nga familja në aspektin shoqëror e kulturor, bëhet fjalë për një ndarje traumatike, fizike, që ka ndodhur në periudha të ndryshme të historisë, të cilat I kemi për brenda jetës sonë. Prandaj, unë nuk besoj që është ndarja aq e madhe. Është e vërtetë se ata jetojnë në vende të tjera, ku malli për atë është shumë I madh dhe ka mundësi që një lloj plotësimi që e gjejnë pikërisht te qëndrimet e lëvizjes vetëvendosje, te programi ynë qeveritar, I cili është karakterizuar nga theksit e siguria shtetërore dhe publike në anën tjetër dhe te begatia e mirëqenia e të gjithë qytetarëve pa dallim. Pra unë e kisha potencuar elementin e traumës të motrave dhe vëllezërve tanë që janë detyruar të migrojnë, qofshin ata në vitet 80 apo 90, për shkaqe ekonomike ose për shkak të persekutimit politik ose si refugjat gjatë luftës. Ky element traumatik e bën Mërgatën tonë të ndryshme prej Mërgatave të tjera të popujve të tjerë në përgjithësi, por jo të ndryshme prej vetë Kosovës, thekson Kurti. Krahas rritjes së lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet e 28 dhjetorit, rënje të madhe pati Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila sipas rezultateve preliminare të KQZ-s ka 13.40% apo rreth 50.000 vota më pak se sa në zgjedhjet e 9 shkurtit të vitit të kaluar. Sipas Kurtit, kjo rënje e votave tregon se qytetarët e kanë parë udhëheqjen e LDK-s si bllokuese të formimit të institucioneve vitin e kaluar. Pse LDK pati rënje të votave sipas Kurtit? Përshtypja ime është që pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, udhëheqja e LDK-s u pa nga qytetarët e Republikës si bllokuese e çfarëdo bashkëpunimi. Tash në kushtet kur del subjekti I tretë, edhe me një dallim të madh prej të parit e jo të vogël edhe prej të dytit, të mos dëshirosh as të komunikosh, as të takohesh, as të bashkëpunosh, nuk mendoj që ka qenë racionale dhe në anën tjetër nuk ka pasur asnjë lloj alternative se si të ecet përpara. Në këtë kuptim ka mundësi që një numër I konsiderueshëm I votuesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës që kanë dashur ta shohin koalicionin me vetëvendosje në legjislaturën e kaluar, janë larguar prej mbështetjes së LDK-s. Sido që të jetë, tash me rezultatin e 28 dhjetorit,
Me krejt atë çfarë ndodhi në vitin 2025, ne nuk kemi më absolutisht asnjë pengesë, asnjë blokadë që të ecim përpara dhe të formojmë qeverinë, thot ai.